Prej këtyne 7 grupeve që e fitojnë xhenetin është një musliman kur jep ndihmë me mshef ndihmën çka e jep. Mës me ditë kush veç Allahu xhalla xhelalu. Është mirë mës me ditë as pala tjetër. Ajo pala që e merr. Hiç ma mirë mës me ditë. Japish kur japish qysh japish mës me ditë. E këto raste janë shumë të rralla, po janë shumë të mira. Kemi pas rastin këtu në qëtë xhamin tonë ku jemi, për pak kohë, ka ardhur një njeri këtu mas namazit të akşamit, kur u ersu koha, i fika dritat, unë kesh i fundit duke dalur, i fika dritat edhe hinin der poshtë, edhe nga ersia se pashas ftyrën kush është. Tha jeti hoxha, thash po unë vetë jem hoxha. I nxorri 1.100 euro. Më thënë drejten, u çudita që hini ashtu befasi, a i s'kem dukut në xhami të falë, a i nga jashtë në dukut erdi. Unë nuk e di isha ka qenë këtu në xhami, a s'ka qenë. Kryesori unë të dala i po hinë në derë xhamis. Jeti hoxha, thash po. Tha qenë 1.100 euro. Tha ti e dish ku i hargjesh. Thash kush jeti? Tha sa është më rëndësi me nditë. Ka i tje i kush jeti? As ka i tjem, as kush jam, as qysh jam. Tha që parë. Thash po ti ku po më besojsh mu, që thash unë ju këtja, ku po më besojsh mu me më dhanë kështë më parë. Tha është një ditë që do të takohemi në dytë. Që të fjallë më tha, është një ditë që në atë dytë do të takohemi. Para Allahot. Edhe shkojnë në gjë. Dhe nuk e di kështë. Prandaj, është prej 7 grupeve muslimani, prej 7 grupeve është një grup që kur ta jep e mshef. Me dhanë, mës me ditë kërkush ku e ke dhanë. E shumë mirë është, as ajo pala qeter, mës me ditë hiç. Shumë mirë kjo. Pse? Veç ti edhe ai që i ditë mbrëndit e zemrave, as kush tjetër. Inshallah Allah i na i bën këto zemre kësaj o vllazërit e mi, po ju tham të gjithëve, jepni kontributin e rrugës Allahut në çdo pikë.